një zhvillim të qëndësishëm, sepse është e nevojshme në këto momente ridimensionimi i geopolitik, jo vetëm në spektrin ekonomik, siç ka bërë Trumpi deri në këto momente, por dhe në atë të spektrit social, apo dhe në spektrin e sigurisë, që është ajo baza për treguar forca dhe për treguar që bëm flow pastaj çështjet ekonomike. Në fakt, teksa ne kemi bërë shumë emisione, ju kam patur her pas here, ka qenë vitet 3 vitet, 4 vitet e fundit, apo ta më themi më tepër në një 5 vjeçar i fundit, ka qenë me lajme shumë të forta në arenën ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar dhe edhe në Shqipëri, pra janë kthyer një prej lajmeve më të rëndësishme, qoftë edhe në mënyrën se si janë klikuar, qoftë interesi i shqiptarëve për ngjarjet e kësaj natyre dhe gjeopolitika me sa duhet është bërë. Dhe 26 është akoma dhe më fuqishme. Akoma edhe më e pranishme në diskutimin apo në diskursin publik. Një prej lajmeve i cili është duke qarkulluar, se e mora pak dhe me çfarë është duke qarkulluar dhe online, jemi këtu me profesionistë dhe me ekspertë fushës dhe për të sqaruar për ata të cilët ndoshta dhe nuk i njohin apo teoritë konspirative shkojnë dhe bëjnë punën e tyre të pashmangshme nëpërmjet rrjeteve sociale. Është raportuar që, sipas informacioneve të fundit, që samiti i NATO-s do të mbahet në Shqipëri në 2027, por ka një pikë pyetje që nëse Shqipëria nuk plotëson kriteret e buxhetit, kjo mund të jetë një arsye që ky samit mos të organizohet. Sa e vërtet është kjo në mënyrën se si konceptohet zhvillimi i këtij samiti në një X vend? Ajo do duket nga vendimet që do merren, por ka një problem. Ekziston si kriter? Është një diskutim që nuk ka pse bëhen samite vit për vit. Është diskutuar. Zakonisht NATO nuk ka samite të përgjithshme. Ka pasur raste që edhe çdo 2-3 vjet. Po Shqipëri nuk vendos sepse duke patur parasysh edhe intensitetin e zhvillimeve ndërkombëtare rajonale në Europë, u vendos që të ketë një samit i Tiranës, samiti NATO të Tiranës. Por kjo do duket tashmë në vendime që do merren dhe unë gjykoj që ajo puna e buxhetit është problem i zgjidhur. Shqipëria mori edhe një kredi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me 300 milion, edhe mendoj që edhe kjo ka qenë këtë kuadër, është armatimi garantuar, është përkurimi garantuar. Kemi sistemin dronat anti-dron që e ka thënë që ministri Vegj Trajçenkov ka qenë poshtë, do kujdeset për samit. Problemi është që nuk do ngelet për buxhet. Okej. Këto lloj kontratash shtrihen në vite. Do ta bëre për ta sqaruar për shkak të ndjekjes, po. Si bëhet buxhetimi, sepse ne mund të kemi kontratë 600 milion me atë izraelitin. Kemi marrjen e borxhit 300 milion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po problemisht këto shtrihen në vite dhe nuk janë në një vit caktuar dhe mënyra e planifikimit të buxhetit është diçka tjetër. Për shembull, ushtruan 110 milion për këtë vit, vajtin 2.6%. Pyeta shtrohet, jemi në korrik, si do konsumojnë 110 milion dhe në fund vitit? Do vim prapë tek pyetja sa ka vajt buxheti, sa do jetë buxheti real në 2026. Po nuk është ky problemi. Të garantoj që çështja e buxhetit nuk është. Çështja e buxhetit mua më duket si ajo pika që vendos levën e Arkimedit për të lëvizur, sepse në fakt mbas buxhetit doli një problem tjetër. Në Shtetet Bashkuara doli propozimi për një ligj për hetimin e qeverisë shqiptare. Dhe ligji është propozuar nga një senator, nga një kongresmen amerikan republikan shumë afër presidentit Trump. Deri tani presidenti Trump nuk ka nxjerrë asnjë Twitter që të kundërshtojë. Pra, duket sikur jemi në një puzzle ku çështja e buxhetit është vetëm thjesht pika për të vënë levë. Buxheti u diskutua edhe për Çekin, edhe për Slovakin. Edhe reagimi i ministrit po ashtu sollin vëmendje një herë çështën e buxhetit. Nuk mendoj se është hapëm diskutime bëjmë. Shiko, unë di atë që di, nuk di më shumë se sa jam marrë me forcën detare. Unë mund të marr vetëm një fakt. Le të jemi korrekt. A kemi ne probleme me NATO? Pafundësisht. Po të marrë vetëm. NATO ka probleme me veten. Jo, një minutë. Po të marrë një rast. Në vitin 2019, kryeministri i Shqipërisë me letër zyrtare i ka kërkuar NATO-s që baza e Pashaliman të jetë baza e NATO-s. Në vitin 2020, tetor, në shkurt 2020, NATO i ka kthyer përgjigje. Do fillojmë studimin. Jemi dakord në parim, do fillojmë studimin. Dhe filloi studimi. Një studim i NATO-s shkon nga 4 deri në 5 vjet.
Sepse po të marrësh historinë e Kuçovës, ka zgjatur 11 vjet nga propozimi deri në ceremoninë e dorëzimit, që u bë investimi. Gjysma është studimi, gjysma është investimi. Pra, në vitin 2022, ku ministri kishte vete në Bruxelles dhe i propozon NATO-s me një dosje të madhe që NATO të ndërtoj një bazë zetare në Porto Romano, kishte filluar studimi pa Shalimanit. Vërtet. Pra, kishte filluar studimi. NATO nuk ju përgjigj asnjëherë për Porto Romano. Asnjëherë nuk theu përgjigje. Dhe çfarë ndodh? NATO vazhdon studimin, kryeministri me ministrin e mbrojtjes dhe me shefin e shtabit me atë presidentin i heqin pa Shalimanit 80 hektar nga 94 që kishte. 14 hektar nuk i dalin forcës zyrtare, se ajo është shkëmbe, ajo 14 hektarshi. Pra nuk i dalin. Pra pyetja shtrohet, a jemi neve konsistent në objektivat e NATO-s? Në marrëdhënie me NATO-n? Po marrë një element tjetër. Kur duhet fillon? Mendon që, do më thonë, qeveria edhe i tha atyre dhe pasaj i ra Pishmani dhe umur me privatin? Po pse? Jo i ra Pishmani. Sepse, më falë, të marrë një element tjetër. Ja të marrë një element tjetër. Ose ka marrë atë që nuk na intereson si NATO. Nuk na intereson si NATO. Nuk tjetë ajo. Do të marrë